Rreth 2 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Francës për zhvillimin e cilësisë në turizëm, zbatimi i saj ka nisur në fillim të këtij viti. Synimi është rritja e shërbimeve për turistët e huaj dhe përcithja sa më shumë të ardhurave për buxhetin e shtetit. Si shoqat kam lidhur një marrëveshje me një kompani franceze e cila është akomoduar këtu në Shqipëri, është sistemuar këtu në Shqipëri, edhe ajo do të merret me hotele 4-5 yje për të rritur cilësinë e shërbimit kryesisht, edhe ndoshta edhe për të futur në kulinari edhe yjet Michelin këtu në Shqipëri. Po bashkëpunojmë atë, kemi nis punën edhe sot që jemi bashkë në këtu, neve do të shkojmë në qytetin e Durrësit për të kontaktuar me hotele të cilët do t'i ofrojnë këto lloj shërbimesh cilësore për të përshtatur trendit evropian që kërkon turizmi. Paralelisht me rritjen e cilësisë së shërbimeve nga ana e hoteleve, synohet edhe rritja e çmimit të netqendrimeve, duke afruar atë me nivelin e vendeve të tjera të rajonit si Malizi, Kroacia apo Greqia. Kompania e cila ka filluar të operojë në Shqipëri synon të sjellë turistë të nivelit lart, nuk do ketë më vonë hoteli me çmime të ulta. Kupton? Sigurisht jashtë sezonit ka çmime të tjera, por gjatë sezonit flasim neve. Domethënë po të shkosh te fqiet tan, domethënë i ke dy fishin e çmimeve. Edhe këtu ke neve, ne do të synojmë domethënë që Shqipëria nuk ka nevojë të ketë mbi 12 milion turistë. Edhe 10 milion turistë, po të jenë të një niveli të lartë është goxha mirë. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për gjatë vitit të kaluar, një turist ka shpenzuar mesatarisht rreth 430 euro, një shifër e ulët krahasuar me vendet e rajonit.